Një biznesmen milioner ishte jashtëzakonisht I tronditur nga zhdukja e vajzës së tij. Megjithatë, ai vazhdon traditën e tij vjetore për të veshur si babagjyshi I vitit të ri dhe për të shkuar në lagjet më të varfra të rajonit për të gëzuar dhe për të dhuruar dhurata fëmijëve që jetojnë atje. Fëmijët qëndronin me edukat në radhë, derisa erdhi radha e një vajze. Biznesmeni nuk po I besonte asaj që po shihte, derisa ajo tha: "Babagjysh, dëshira ime është të ribashkohem përsëri me babin dhe mamin tim." Ai shpërthen në lot dhe përqafon vajzën e tij. Nëse kjo histori ju interesoj, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po na ndiqni. Tani, vazhdojmë. Artan Hoxha gjithmonë kishte besuar se një kompani ishte shumë më tepër se sa thjesht shifra në tabela apo grafik rritjeje të varur në muret e sallave me xhama. Për të, një biznes I vërtet ndërtohej mbi dinjitetin e njerëzve që zgjoheshin herët çdo ditë, merrnin autobus të mbushur plot, linin fëmijët në shkollë dhe mbërrinin në fabrikë të gatshëm për të dhënë më të mirën e tyre. Në Tiranë, qyteti ku ai ngriti perandorinë e tij, Artani njihej si një shef ndryshe, nga ata që ishin bërë të rrallë në kohët moderne. Ai shkurtoi oraret e punës përpara se ta kërkonte ligji, shpërndau pjesëmarrje në fitime kur ende nuk flitej shumë për këtë, krijoi çerdhe për fëmijët e punonjësve dhe ngriti një fond mbështetës për çdo që përballej me vështirësi. Zyra e tij ndodhej në zemër të Tiranës, por zemra e tij e vërtet ishte në linjat e prodhimit, në korridore, në mensat ku bisedonte me njerëz të vërtetë. Pranë tij gjithmonë, ose të paktën që kur ishin njohur në një festë studentore 20 vjet më parë, ishte Valbona. Ajo nuk ishte nga ato gra që qëndrojnë vetëm në hijen e burrit, as pak. Valbona kishte mendimin e saj, zë të fortë dhe një ndjenjë drejtësie që Artani e admironte thellësisht. Ishte ajo që sugjeroi programin e bursave të studimit për fëmijët e punëtorëve. Ishte ajo që këmbënguli që kompania të kishte një politikë të qartë kundër çdo lloji ngacmimi apo diskriminimi. Valbona punonte si psikologe me një klinik në blok, por gjithmonë gjente kohë për të qenë e pranishme në nismat sociale që organizonte Artani. Së bashku, ata formonin një çift që shumë njerëz e admironin, jo për pasurinë që kishin grumbulluar, por për mënyrën se si e përdornin atë pasuri. Dhe pastaj ishte Era. Era. Vajza 5 vjeçare ishte qendra e universit të atij çifti. Sy kafe kureshtar, flokë gështenjë të çelët gjithmonë pak të shpupuritur, e qeshur e lehtë dhe ajo mënyra e saj për të pyetur për gjithçka. Pse qielli është blu? Pse ka njerëz që flen rrugëve? Pse qeni I fqinjit leh kaq shumë? Era studionte në një shkollë private në Kodrën e Diellit, por Valbona bënte çmos që e bija të kuptonte se jo të gjithë kishin të njëjtat mundësi. Gjatë fundjavave e merrte erën për të ndihmuar në tregjet bamirëse, për të biseduar me fëmijë të tjerë në komunitete në nevojë, për të mbjellë farën e ndjeshmërisë që në moshë të hershme. Artani vëzhgonte gjithë këtë dhe ndjente gjoksin t'i mbushej me krenari. E bija po rritej me vlera të forta, pavarësisht gjithë pasurisë që e rrethonte. Por jo gjithçka ishte lule në atë histori. Brenda vetë kompanisë, një tension I heshtur rritej si një eçar në Murgenti Berisha ishte emri I ortakut të Artanit, njeriu që kujdesej për anën financiare dhe strategjike të kompanisë. Të dy ishin njohur në një panajër biznesi vite më parë dhe, në atë kohë, dukej si një partneritet I përsosur. Artani kuptonte nga prodhimi, nga njerëzit, nga ndërtimi I marrëdhënieve. Genti kuptonte nga shifrat, nga tregu, nga mënyra se si të shtoheshin paratë. Në fillim, funksionoi mirë. Kompania u zgjerua, hapi filiale të reja, fitoi kontrata të rëndësishme. Por me kalimin e kohës, dallimet filozofike mes tyre filluan të shfaqeshin. Genti I shihte punonjësit si kosto operacionale. Për të, çdo përfitim I dhënë ishte para që nuk shkonte në xhepat e ortakëve. Ai nuk e kuptonte pse Artani këmbëngulte të mbante një mens që shërbente ushqim cilësor kur mund të kontraktonte një furnitor më të lirë. Nuk e kuptonte pse kompania paguante sigurim shëndetësor të plot kur ai bazik do të ishte I mjaftueshëm. Nuk e kuptonte pse dreqin Artani refuzonte të pushonte nga puna punonjësit më të vjetër që, sipas Gentit, prodhonin më pak dhe kushtonin më shumë. Mbledhjet mes tyre filluan të bëheshin të tensionuara. Genti vinte me tabela që tregonin sa mund të kursenin. Artani kundërpërgjigjej duke folur për besnikërinë, për dinjitetin, për ndërtimin e diçkaje që do të zgjaste për breza. Pika që derdhi gotën erdhi kur Genti propozoi një shkurtim prej 15% të stafit.
Ai e kishte llogaritur gjithçka, tregoi shifrat, garantoi se prodhimi nuk do të prekej nëse rishpërndaheshin detyrat. Artani I shikoi ato tabela, ato shifra të ftohta, dhe mendoi për familjet që do të shkatërroheshin. Mendoi për zoti Petritin që punonte në kompani prej 17 vitesh dhe kishte 3 fëmijë. Mendoi për zonjën Drita që ishte e ve dhe mbante 2 nipër. Mendoi për çdo histori, për çdo fytyrë, për çdo jetë që do të përmbysej. Dhe tha jo. Genti nuk e pranoi mirë. Në fakt, Genti u tërbua. Ai filloi të vinte në dyshim autoritetin e Artanit, të sugjeronte se ortaku po lejonte ndjenjat të pengonin gjykimin e shëndosh biznesor. Filloi të bënte mbledhje paralele me disa antar të bordit, të mbillte dyshime mbi aftësinë drejtuese të Artanit. Në korridore, Genti ishte gjithë buzëqeshje dhe përkëdhelje shpine. Në dyrë të mbyllura, punonte për të minuar besimin e investitorëve dhe partnerëve. Artani e ndjente ndryshimin në ajër, por ende besonte se do të arrinin t'i zgjidhnin mosmarrëveshjet me dialog. Ishte një e martë e zakonshme prilli kur gjithçka ndryshoi. Era sapo kishte dalë nga shkolla. Valbona zakonisht e merrte çdo ditë në orën 3 pasdite, por atë ditë specifike pati një rast urgjent në klinik dhe I kërkoi dadojës, zonjës Tefta, ta bënte ajo rrugën. Zonja Tefta ishte një grua e besuar, punonte me familjen prej 3 vitesh, ishte e kujdesshme dhe e përgjegjshme. Ajo mbërriti në orar, e gjeti erën te dera e shkollës bashkë me fëmijët e tjerë, e kapi vajzën për dorë dhe filloi të ecte drejt vendit ku ishte parkuar makina. Ishte një rrugë e zhurmshme, plot me prindër, makina që ndalonin e niseshin, ajo rëmuja tipike e fundit të orarit shkollor. Ishte çështje sekondash. Zonja Tefta ja lëshoi dorën erës për një çast për të marrë çelësin e makinës nga çanta. Kur pa anash, era nuk ishte më aty. Në fillim mendoi se vajza kishte shkuar te kioska e vogël aty pranë, ku ndonjëherë blinin karamele. Eci deri atje, zemra tashmë duke filluar t'i rrite më shpejt. Nuk ishte. U kthye me vrap te dera e shkollës. Nuk ishte. Filloi të thërriste, të pyeste prindërit e tjerë nëse kishin parë një vajzë 5 vjeçare me flokë gështenjë dhe uniformë blu. Askush nuk kishte parë gjë të çuditshme. Askush nuk kishte vënë re. Mes asaj turme, era thjesht ishte zhdukur. Telefonata I erdhi Valbonës kur po mbaronte seancën e terapisë. Ishte zonja Tefta, me zërin që I dridhej, duke u përpjekur të shpjegonte mes lotësh se çfarë kishte ndodhur. Valbona ndjeu botën t'i rrotulloi. La gjithçka, mori makinën dhe u nis me shpejtësi drejt shkollës. I telefonoi Artanit rrugës. Ai ishte në një mbledhje me furnitor, me celularin pa zë. Kur më në fund u përgjigj, dëgjoi zërin e dëshpëruar të së shoqes në anën tjetër të linjës. Artani nuk priti që ajo të mbaronte së foluri. I kërkoi shoferit të nxitonte, nuk kishte rëndësi trafiku, nuk kishte rëndësi gjoba, vetëm të nxitonte. Kur mbërritën në shkollë, policia ishte tashmë aty. Valbona ishte ulur në një stol, me fytyrën e lagur nga lotët, zonja Tefta pranë saj në gjendje shoku. Artani e përqafoi fort të shoqen, duke ndjerë këmbët t'i dridheshin. Ku ishte era? Si mundet një fëmijë thjesht të zhduket mes kaq shumë njerëzve? Policët bën pyetje, mbajtën shënime për përshkrimin, kontrolluan kamerat e sigurisë të zonës. Pamjet tregonin lëvizjen normale të rrugës, por në asnjë moment nuk shfaqej era duke u marrë apo duke hyrë në ndonjë makinë. Ishte sikur të ishte bërë tym. Orët e para ishin më të këqija. Artani dhe Valbona nuk arrinin të mendonin qartë, mendja e tyre e përzier mes shpresës dhe dëshpërimit. Telefonuan në të gjitha spitalet e zonës, të gjithë të njohurit, te kushdo që mund të kishte parë diçka. Valbona këmbëngulte se ndoshta era ishte humbur, ndoshta po ecte rrugëve e hutuar, duke kërkuar një fytyrë të njohur. Artani donte ta besonte këtë, por diçka brenda tij, një intuit e errët, I thoshte se ky nuk ishte një rast I thjesht I një fëmije të humbur. Atë natë, nuk pati gjumë në shtëpinë e familjes Hoxha. Çifti qëndroi ulur në sallon, të përqafuar, duke parë nga dera sikur era do të shfaqej në çdo moment duke kërkuar falje që ishte humbur. Dhoma e vajzës qëndronte ashtu siç e kishte lënë në mëngjes, lodrat të shpërndara, uniforma e ditës së mëparshme e hedhur mbi karrige, aroma e saj ende e ngulitur në çarçaf. Valbona hyri atje disa herë gjatë natës, vetëm për të ndjerë praninë e së bijës, për të prekur objektet që era prekte çdo ditë. Të nesërmen, lajmi ishte tashmë në gazeta.
Biznesmenit milioner i zhduket vajza. Titujt ndryshonin, por të gjithë sillnin foton e erës, atë të bërë në ditëlindjen e fundit ku ajo buzëqeshte nga veshi në vesh, me tortën me luleshtrye dhe me 5 qirinj përpara. Artani kontraktoi hetuesit privat më të mirë të Tiranës. Ofroi shpërblim për informacione. Postera me fytyrën e erës filluan të shfaqeshin në të gjithë qytetin. Policia ngriti një grup të posaçëm pune. Çdo denoncim, sado absurd të dukej, verifikohej. Çdo pistë, sado e vogël, ndiqej deri në fund. Por ditët kalonin dhe asgjë nuk shfaqej. Era vazhdonte të ishte e humbur, sikur toka të ishte hapur dhe ta kishte përpir vajzën. Artani përpiqej të mbante rutinën, shkonte në kompani, merrte pjesë në mbledhje, por ishte aty vetëm me tru. Mendja e tij ishte e bllokuar në atë moment kur mori telefonatën nga Valbona, në atë sekond kur jeta e tij ishte përmbysur. Valbona, nga ana tjetër, anuloi të gjitha seancat në klinikë. Nuk arrinte të dëgjonte problemet e të tjerëve kur bota e saj po shembej. Ajo i kalonte ditët mes komisariateve, bisedave me hetuesit dhe lutjeve të heshtura që era të ishte mirë, kudo që të ishte. Po Genti ishte një nga të parët që u shfaq në shtëpinë e familjes Hoxha kur mori vesh ngjarjen. Erdhi me lule, me fjalë mbështetëse, ofroi ndihmë financiare për të kontraktuar më shumë hetues, për të rritur shpërblimin. Tha se Artani nuk duhej të shqetësohej për kompaninë, se ai do të menaxhonte gjithçka derisa ortaku të ishte në gjendje të kthehej. Valbona e falenderoi me mirësjellje, por diçka te ai njeri gjithmonë e kishte bezdisur. Asaj kur nuk i kishte pëlqyer shumë Genti, e konsideronte të rrem, tepër llogaritës. Artani gjithmonë i kërkonte t'i jepte një shans ortakut, thoshte se Genti ishte thjesht pragmatik, se në thelb kishte zemër të mirë. Atë natë, pasi Genti iku, Valbona i komentoi Artanit se i dukej e çuditshme shkaftësia e ortakut, sikur po luante një rol. Artani, tepër i raskapitur për të hyrë në diskutime, vetëm mërmëriti se të gjithë ishin në shok, se secili reagonte në mënyra të ndryshme ndaj vuajtjes. Valbona nuk këmbënguli, por e ruajti atë ndjesi të pakëndshme në thellësi të gjoksit, atë parandjenje se diçka nuk ishte në rregull. Javët kalonin dhe shpresa fillonte t'i linte vendin një frike paralizuese. Po sikur të mos e gjenin kur erën? Po sikur vajza të ishte duke vuajtur në ndonjë vend të largët? Po sikur. Por Valbona refuzonte ta përfundonte këtë mendim. Çdo mëngjes zgjohej dhe i thoshte vetes se ajo do të ishte dita kur era do të kthehej në shtëpi. Çdo natë, kur shtrihej, falenderonte për një ditë më shumë besimi, edhe kur besimi dukej se ishte në fije të perit. Artani vëzhgonte forcën e së shoqes dhe pyeste veten se nga i gjente gjithë atë kuraj. Ai, që gjithmonë kishte qenë i forti, i vendosuri, ndihej duke u shkërmoqur nga brenda. Por Valbona ishte aty, e fortë si një shkëmb në mes të stuhisë, duke i kujtuar se dorëzimi nuk ishte një opsion. Dhe kështu ditët vazhdonin të kalonin, secila më e rëndë se e mëparshmja, secila duke sjellë më pak përgjigje dhe më shumë pyetje. Jeta vazhdonte jashtë, njerëzit shkonin e vinin, trafiku i Tiranës vazhdonte të ishte kaotik, bota rrotullohej indiferente ndaj dhimbjes së asaj familjeje. Por brenda asaj shtëpie, koha kishte ndalur në momentin e saktë kur era u zhduk. Artani e vëzhgonte Valbonën çdo mëngjes, kur ajo zgjohej dhe shkonte drejt në dhomën e erës. Qëndronte aty në derë, vetëm duke parë, sikur po regjistronte çdo detaj në kujtesë. Perdet ngjyrë roz që era i kishte zgjedhur sepse donte të ishte princesh. Rafti plot me libra për fëmijë që i lexonin bashkë para gjumit. Kali prej pelushi që ja kishte dhuruar gjyshi dhe me të cilin flinte çdo natë e përqafuar. Gjithçka vazhdonte saktësisht në të njëjtin vend, duke pritur kthimin e zonjës së atij universi të veçantë. Pati një moment, rreth 2 javë pas zhdukjes, kur Artani gati u shemb plotësisht. Ishte një mëngjes të premteje. Ai kishte shkuar në zyrë për të zgjidhur disa çështje urgjente, gjëra që nuk mund të prisnin. Ishte ulur në sallën e mbledhjeve, duke parë një kontratë që duhej ta firmoste, kur papritur dëgjoi një të qeshur fëmijë në korridor. Një e qeshur e hollë, e gëzueshme, plot jetë. Për një fraksion sekonde, zemra i rrahu fort. Era. U ngrit aq shpejt sa karrigia u rrëzua prapa. Hapi derën dhe pa se ishte vajza e një prej menaxhereve që kishte ardhur të vizitonte të ëmën në punë. Vajza ishte pak a shumë mosha e erës dhe e qeshura ishte e ngjashme. Por nuk ishte ajo. Sigurisht që nuk ishte ajo.
Artani u kthye brenda në sallë, mbylli derën, u ul në dysheme dhe qau. Qau siç nuk ishte qarë që fëmijë, me dënesa që i dilnin nga thellësia e gjoksit, një dhimbje aq e madhe sa dukej se nuk i zinte trupi. Kështu e gjeti Genti, minuta më vonë. Ortaku hyri pa trokitur, e pa Artanin në atë gjendje dhe, për një çast të shkurtër, pati diçka në sytë e tij që Valbona do ta kishte njohur po të ishte aty. Nuk ishte dhëmbshuri. Nuk ishte solidaritet. Ishte diçka më e ftohtë, më llogaritse. Por momenti kaloi shpejt dhe menjëherë Genti po gjunjëzoi pranë Artanit, duke i vënë dorën në shpatull, duke thënë fjalë që duhej të ishin ngushëlluese por që tingëllonin mekanike, të mësuara përmendësh. Duhet të jesh i fortë, thoshte Genti. Duhet ta mbash kokën lart. Kompania ka nevojë për ty, Valbona ka nevojë për ty, Artani fshiu lotët dhe pa ortakun. Ti nuk e kupton, Genti. Ti nuk ke fëmijë. Ti nuk e di se çfarë është kjo. Genti buzëqeshi, një buzëqeshje e vogël dhe enigmatike. Ndoshta nuk e kuptoj në të njëjtën mënyrë si ti, por kuptoj nga biznesi. Dhe e di që nuk mund të lësh gjithçka të shembet për shkak të kësaj. Artani mbeti duke e parë, duke përpunuar ato fjalë. Për shkak të kësaj? Kështu e quante Genti zhdukjen e vajzës së tij? Për shkak të kësaj? U ngrit, rregulloi kostumin dhe tha se do të shkonte në shtëpi. Genti u përpoq të këmbëngulte se kishte çështje të rëndësishme për të diskutuar, vendime që nuk mund të prisnin. Artani vetëm tundi kokën. Vendos ti, Genti. Ti gjithmonë ke dashur të kesh dorë të lirë. Tani e ke. Dhe doli nga salla para se ortaku të mund të përgjigjej. Genti mbeti aty në këmbë, i vetëm, dhe për herë të parë që kur gjithë ai plan ishte vënë në zbatim, ndjeu diçka të ngjashme me dyshimin. Jo pendim, jo saktësisht. Por një pyetje bezdisëse, deri ku ishte i gatshëm të shkonte? Kur Artani mbërriti në shtëpi atë pasdite, gjeti Valbonën në kuzhinë duke përgatitur darkën. Ajo gatuante kur ishte në ankth, ishte një mënyrë për të mbajtur duart të zëna, mendjen të përqendruar në diçka konkrete dhe reale. Po bënte makarona me salcë domate, pjata e preferuar e erës. Artani qëndroi në derë duke vëzhguar të shoqen teksa priste kërpudhat me saktësi kirurgjikale. Je mirë, e pyeti ai, duke e ditur se ishte një pyetje idiote. Askush aty nuk ishte mirë. Valbona nuk u përgjigj menjëherë. Vazhdoi të priste kërpudhat, thika duke goditur dërasën në një ritëm konstant. Pastaj, pa e parë të shoqin, tha, e pash në ëndër mbrëm. E pash se ishte në një vend të errët, kishte ftohtë, na thërriste. Dhe unë nuk arria dot tek ajo. Vrapoja e vrapoja, por ishte sikur këmbët i kisha të gozhduara në dysheme. Zëri i saj u shua dhe Artani kuptoi se Valbona po qante, lotët duke rënë në heshtje mbi dërasën e kuzhinës. Ai përshkoi kuzhinën me 3 hapa dhe e përqafoi të shoqen nga pas, duke ndier trupin e saj të dridhej mbi të tijin. Ajo do të kthehet, i pëshpëriti Artani në vesh Valbonës. Të premtoj. Do ta gjejmë. Valbona u kthye në krahët e tij me fytyrën e lagur, syt e kuq. Nuk mund ta premtosh këtë, Artan. Ti nuk e kontrollon këtë. Ai gëlltiti pështymën sepse ajo kishte të drejtë. Ai gjithmonë kishte qenë njeriu i zgjidhjeve, ai që zgjidhte problemet, që gjente rrugë dalje. Por këtë herë ishte plotësisht i pafuqishëm. Atë natë, ata hëngrën makaronat në heshtje, çdo pirun një përpjekje. Tavolina ishte shtruar për 3, si gjithmonë. Vendi i erës vazhdonte të ishte aty, pjata e saj e vogël me flutura, gota plastike roz, karrigia e rregulluar në lartësinë e duhur. Valbona kishte këmbëngulur të mbante gjithçka siç ishte. Kur era të kthehet, thoshte ajo, gjithçka duhet të jetë saktësisht ashtu siç e la. Pas darkës, Artani shkoi në zyrën e shtëpisë dhe i telefonoi përsëri hetuesit privat që kishte kontraktuar. Burri, një ish polici i quajtur Ilir Koci, kishte famën se nuk hiqte dorë kurrë nga një rast. Ndonjë gjë të re, pyeti Artani, duke e ditur tashmë përgjigjen. Iliri pshërtiu në anën tjetër të linjës. Po ndjekim disa pista, tha ai. Por asgjë konkrete ende. Është sikur të jetë avulluar. Artani ndjeu frustrimin të rritej. Fëmijët nuk avullojnë, Ilir. Dikush e ka marrë. Dikush e di se ku është. E di këtë, Artan, u përgjigj hetuesi me durim. Dhe do ta gjejmë atë dikë. Por duhet të më japësh kohë.
Këto raste, kur nuk ka dëshmitar, kur nuk ka kamera të qarta, kërkojnë kohë. Artani e mbylli telefonin dhe mbeti duke parë aparatin sikur ai mund t'i jepte përgjigjet që i duheshin. Sa kohë kishte vajza e tij? Sa kohë do të duronte larg shtëpisë, larg tyre? U ngjit shkallëve ngadalë, çdo shkallë duke i rënduar sikur po mbante botën mbi shpinë. Kaloi pranë dhomës së erës, hezitoi, pastaj hyri. U ul në krevatin e saj të vogël, tepër të vogël për trupin e tij, dhe mori kalin prej pelushi. E shtrëngoi në gjoks dhe mbylli syt. Ku je, Era? Ku je, bia ime? Dhe në atë dhomë të heshtur, plot kujtime dhe mungesë, Artan Hoxha i lejoi vetes të ndjente gjithë dëshpërimin që ishte përpjekur ta përmbante që kur kishte filluar ai makth. Dhe asgjë, absolutisht asgjë, nuk do të kthehej në normalitet derisa ajo të gjendej. Muajt kalonin dhe jeta, kokfort si gjithmonë, këmbëngulte të vazhdonte. Nëntori erdhi duke sjellë nxehtësinë karakteristike të pranverës tiranase dhe, bashkë me të, një përzierje ndjenjash kontradiktore në shtëpinë e familjes Hoxha. Ishin bërë më shumë se 6 muaj që nga zhdukja e erës. 6 muaj kërkimesh të pandërprera, pistash që nuk çonin askund, shpresash që ndizeshin në mëngjes dhe shuheshin në mbrëmje. Bota jashtë ndiqte ritmin e saj të furishëm, njerëzit vraponin sa andej këtej, të shqetësuar për fatura, për punë, për probleme të vogla që dukeshin të mëdha derisa të humbisje një fëmijë dhe të kuptoje se çfarë ishte. Një problem i vërtetë. Valbona kishte filluar të priste disa pacientë në klinikë. Jo të gjithë, vetëm rastet më urgjente, ata që vërtet kishin nevojë për të. Ishte një vendim i vështirë, i marrë pas shumë bisedash me Artanin dhe me terapisten e saj. Ajo kishte nevojë për një qëllim, për diçka që ta bënte të ngrihej nga krevati përveç dhimbjes. Por çdo seancë ishte një përpjekje herkuliane për qëndrimi. Dëgjonte problemet e pacientëve, tunte kokën në momentet e duhura, bënte pyetjet e përshtatshme, por një pjesë e saj, pjesa më e madhe, ishte gjithmonë diku tjetër. Po mendonte për Erën. Ku do të ishte në atë moment të saktë? Kishte ftohtë? Kishte frikë? Po kujdesej dikush mirë për të? Pyetjet përsëriteshin si një mantra e dhimbshme, pa përgjigje, pa lehtësim. Artani, nga ana tjetër, u zhyt në punë në një mënyrë që kufizohej me obsesionin. Mbërrinte në zyrë para të gjithëve dhe largohej pasi punonisi i fundit ishte larguar. Merrte pjesë në të gjitha mbledhjet, rishikonte të gjitha raportet, merrte të gjitha vendimet. Ishte sikur, duke u mbajtur i zënë, mund të harronte për disa çaste mungesën që i gëryente shpirtin. Por nuk funksiononte. Sa do orë të punonte, sa do kontrata të firmoste, dhimbja vazhdonte të ishte aty, pulsuese, këmbëngulse, duke i kujtuar çdo sekond se e bia ishte e humbur diku në boll. Po Genti? Genti po lulëzonte. Me Artanin kaq të përqendruar në ikjen nga dhimbja e tij përmes punës, ortaku më në fund kishte hapësirën që gjithmonë kishte dashur. Filloi të zbatonte ndryshime që Artani gjithmonë i kishte bllokuar. Shkurtoi disa përfitime këtu, uli kostot atje, rinegocioi kontrata në mënyrë më agresive. Punonisit e vunë re ndryshimin. Klima në kompani ndryshoi. Ajo atmosferë mikpritëse, familjare, filloi t'i linte vendin diçka e më të ftohtë, më jo personale. Njerëzit flisnin me zë të ulët në korridore, shikonin anash para se të bënin komente, ndjenin se diçka kishte ndryshuar, por nuk e dinin saktësisht se çfarë. Pati një pasdite kur Artani më në fund e kuptoi se çfarë po ndodhte. Ishte një të enjte, kur ai zbriti në mensën e fabrikës, diçka që e bënte të paktën një herë në javë. Gjithmonë i kishte pëlqyer të hante drejt me punonisit, të dëgjonte historitë e tyre, problemet e tyre, fitoret e tyre. Por kur mbërriti atje, ambienti ishte ndryshe. Tavolinat, dikur plot biseda të gjalla, ishin më të heshtura. Njerëzit hanin shpejt dhe ktheheshin në postet e tyre. Menuja, që gjithmonë kishte qenë e larmishme dhe ushqyese, ishte më e thjeshtë, më bazike. Artani mori një tabaka dhe u ul në një tavolinë me disa operatorë të linjës së montimit. Ata e përshëndetën me edukat, por kishte një distancë që nuk ekzistonte më parë. Gjithçka në rregull këtu, pyeti Artani, duke u përpjekur të tingëllonte i natyrshëm. Burrat shkëmbyen shikime mes tyre. Njëri prej tyre, Zoti Petrit, që punonte në kompani që në fillim pastroi fytin para se të fliste. Dëgjo, Zoti Artan, ne e kuptojmë që ju po kaloni një moment të vështirë. Dhe ne ju respektojmë shumë. Por gjërat po ndryshojnë këtu.
Artani ndjeu një shtrëngim në gjoks. Çfarë lloj ndryshimesh? Zoti Petrit hezitoi, sikur po maste fjalët. Ortaku juaj ka bërë disa ndryshime. Na ka hequr shpërblimin e ushqimit që kishim, tha se ishte një kosto e panevojshme. Ka shkurtuar kohën e pushimit. Ka folur për të pushuar nga puna ata që nuk arrin objektivat, pa marrë parasysh rrethanat personale. Artani ndjeu zemërimin t'i ngjitej në fy. Genti I kishte bërë të gjitha këto pa u konsultuar me të? Pa e përmendur fare. Ai I kishte thënë ortakut të merrte disa vendime operacionale, por jo këtë. Kur këtë? Më fal, zoti Petrit. Nuk e dija. Do ta zgjidh këtë. Burri I dha një buzëqeshje të lodhur. Ne e dim që ju nuk e dinit, zoti Artan. Prandaj po flas. Por ka shumë njerëz të shqetësuar. Ka familje që varen nga këto përfitime. Artani e mbaroi drekën në heshtje, ushqimi duke ju bërë çimento në gojë. U ngjit drejt në zyrën e Gentit pa trokitur fare në derë. Ortaku ishte në telefon duke folur për shifra dhe përqindje. Kur pa Artanin të hynte në atë mënyrë, e mbylli shpejt. Artan, çfarë surprize? Ulu, të bisedojmë. Artani nuk u ul. Qëndroi në këmbë me grushtet e shtrënguara anash trupit. Çfarë ke bërë, Genti? Ortaku anoi kokën, duke u shtirur se nuk kuptonte. Për çfarë po flet? U ke hequr përfitimet punonjësve. Ke ndryshuar politika që na u deshën vite për t'i ndërtuar. Të gjitha këto pas shpinës sime. Genti pshertiu, sikur po merrej me një fëmijë kokfort. Artan, ti më the të merrja vendime. The se nuk doje të shqetësoheshe për kompaninë për një farë kohe. Unë thjesht po bëj atë që duhet bërë. Artani bëri një hap përpara, zëri I ulët por I ngarkuar me emocion. Atë që duhet bërë? Tu heqësh ushqimin nga goja familjeve të punonjësve tanë? Ta shndërrosh këtë vend në një ambient frike? Kjo është ajo që duhet bërë. Genti u ngrit gjithashtu dhe për herë të parë pas shumë kohësh, la maskën të binte pa. Ti gjithmonë ke qenë shumë sentimental, Artan. Gjithmonë I ke vënë ndjenjat mbi fitimet. Dhe shiko se ku të solli kjo. Artani ndjeu sikur mori një grusht në stomak. Ç'lidhje ka kjo me erën? Genti e kuptoi se kishte shkuar shumë larg. Më fal, nuk ishte kjo që doja të thoja. Thjesht po them se kompania ka nevojë për vendime racionale, jo emocionale. Artani mori frym thellë, duke u përpjekur të kontrollonte zemërimin. Kthei mbrapsht të gjitha këto ndryshime. Sot. Ose përndryshe mund ta rishikojmë ortakërinë tonë. Genti zgurdulloi syt. Nuk po flet seriozisht. Artani e mbajti shikimin e ortakut. Kur nuk kam qenë më serioz në jetën time. Genti qëndroi në heshtje për disa sekonda duke llogaritur. Pastaj tundi kokën ngadalë. Në rregull. Do t'i kthej. Por ti duhet të vendosësh, Artan. Ose je në krye të kompanisë, ose nuk je. Nuk mund të qëndrosh në këtë zonë gri. Artani I ktheu shpinën dhe doli nga zyra pa u përgjigjur. E dinte se Genti kishte të drejtë për një gjë, ai duhej të vendoste. Por si të përqendrohej në tabela dhe mbledhje kur e bia ishte e zhdukur? Atë natë, kur I tregoi Valbonës për atë që kishte ndodhur, ajo qëndroi në heshtje për një moment të gjatë. Pastaj, me atë zë të qetë që përdorte kur ishte shumë e zemëruar, tha, kur nuk më ka pëlqyer ai njeri. Gjithmonë kam menduar se kishte diçka që nuk shkonte me të. Artani kaloi dorën nëpër flokë. E di. Ti gjithmonë e ke thënë. Duhej të kisha dëgjuar. Valbona I kapi dorën të shoqit. Nuk është vonë. Hiqe qafe, Artan. Shiti pjesën e ti, blije, bëj çfarë të jetë e nevojshme. Por. Hiqe qafe. Artani tundi kokën. Tashmë po e mendonte këtë. Por nuk ishte aq e thjeshtë. Të prishje një ortakëri përfshinte avokat, kontrata, negociata. Kërkonte kohë. Dhe koha ishte diçka që ai nuk ishte I sigurt se e kishte. Dhjetori erdhi duke sjell frymën festive që pushtonte Tiranën çdo vit. Rrugët mbusheshin me drita shumë ngjyrëshe, pemë të zbukuruara shfaqeshin në çdo cep, dyqanet luanin muzikë festive me volum të lartë. Për shumicën e njerëzve ishte periudha më e lumtur e vitit.
Për Artanin dhe Valbonën ishte një torturë. Si ta festonin vitin e ri pa erën? Si të shtireshin se gjithçka ishte në rregull kur gjithçka po shembej? Valbona sugjeroi të mos e bënin pemën atë vit. Nuk ka kuptim, tha ajo, me zërin që i dridhej. Jo patë. Por Artani nuk ishte dakord. Duhet t'i mbajmë traditat. Kur era të kthehet, do të doj ta shoh pemën. Do të doj ta di se ne vazhduam ta prisnim. Dhe kështu, një pasdite të shtune, ata bën pemën e vitit të ri në sallon. Çdo zbukurim që varnin sillte një kujtim. Ylli i artë që era e kishte zgjedhur vitin e kaluar. Engjëlli prej qeramike që e kishte pikturuar në kopsht. Topat e kuq që ajo këmbëngulte t'i vinte të gjithë në të njëjtën anë sepse i dukej bukur ashtu. Kur mbaruan, u ulën në divan të përqafuar duke parë atë pemë që duhej të përfaqësonte gëzim, por që sillte vetëm dhimbje. Nëse do të ishit në vendin e Valbonës, a do të kishit arritur ta mbanit gjallë shpresën pas kaq shumë muajsh pa lajme? Na tregoni në komente. Ishte në këtë kohë që Artani mori një telefonat nga Iliri, hetuesi privat. Zëri i tij tingëllonte ndryshe, kishte një fije entuziazmi që Artani nuk e kishte dëgjuar prej muajsh. Kam një informacion të ri, tha Iliri. Mund të vish në zyrën time? Artani nuk humbi kohë. Mori çelsat e makinës dhe u nis me shpejtësi. Kur mbërriti në zyrën e vogël të Ilirit në qendër të Tiranës, hetuesi kishte disa letra të shpërndara mbi tavolinë. Ulu, Artan. Kjo që do të them mund të mos jetë asgjë ose mund të jetë gjithçka. Iliri shpjegoi se gjatë muajve të fundit ai ishte përqendruar në hetimin e çdo lëvizjeje të dyshim financiare rreth datës së zhdukjes së erës. Kishte kërkuar transaksione të pazakonta, transferta të çuditshme, çdo gjë që mund të tregonte pagesa lidhur me rastin. Dhe kishte gjetur diçka. Një seri transferimesh të vogla që vinin nga llogari të ndryshme, por të gjitha konvergonin te i njëjti person, një burr i quajtur Besmir Deda, me histori borxhesh dhe përfshirje në krime të vogla. Artani ndjeu zemrën t'i rrite fort. Po ky njeri? Ku është? Iliri bëri një grimas. Kjo është pjesa e keqe. Ai është zhdukur. U largua nga qyteti menjëherë pasi parat hyn në llogarinë e tij. Por po gjurmoj kontaktet e tij, familjen e tij, çdo që mund të di se ku ka shkuar. Artani ndjeu një përzierje shprese dhe frustrimi. Më në fund një pistë konkrete, por ende larg gjetjes së erës. Iliri vazhdoi të fliste. Interesant është origjina e parave. Erdhën nga disa llogari, por të gjitha kanë një gjë të përbashkët, u hapën së fundmi dhe u mbyllën menjëherë pas transfertave. Dikush është munduar të krijojë një perdetymi. Kjo do të thotë se nuk kemi të bëjmë me amator. Artani mendoi për një moment. Kush do të kishte burime për të bërë diçka të tillë? Kush do të kishte motivim? Përgjigja i erdhi në mendje si një rrufe, por dukej aq absurde sa u përpoq ta largonte. Jo. Nuk mund të ishte. Por fara e dyshimit ishte mbjell. Në ditët në vijim, Artani filloi ta vëzhgonte Gentin me sy tjetër. Burire e detaje të vogla që më parë i kalonin pa u vënë re. Mënyrën se si ortaku shmangte shikimin kur tema ishte era. Si përpiqej gjithmonë të ndryshonte bisedë kur Artani përmendte hetimet. Si dukej tepër i interesuar të dinte se çfarë kishte zbuluar policia. Artani ndihej paranojak, por nuk arrinte të ndalonte së menduari. A mund të kishte Genti diçka të bënte me zhdukjen e erës? Bisedoi me Valbonën për dyshimet e tij. Ajo qëndroi në heshtje për një moment të gjatë, duke përpunuar. Pastaj tha, nuk do të dyshoja për asgjë kur bëhet fjalë për atë njeri. Por na duhen prova, Artan. Nuk mund të akuzojmë dikë bazuar vetëm në intuit. Artani e dinte se ajo kishte të drejtë. Por ndjesia vazhdonte të ishte aty duke e brejtur nga brenda. Ai filloi të hetonte vetë në mënyrë diskrete. Kontrolloi lëvizjet financiare të kompanisë, kërkoi për çdo transaksion të dyshimt, çdo gjë që e lidhte Gentin me rastin. Por nuk gjeti asgjë të dukshme. Nëse ortaku ishte i përfshirë, i kishte mbuluar shumë mirë gjurmën. Ndërkohë, data e vitit të ri po afrohej me shpejtësi. Artani kishte një traditë që e mbante prej vitesh, çdo natë vitit të ri, ai vishej si babagjyshi dhe vizitonte komunitete në nevojë në rrethinat e Tiranës, duke u sjellë dhurata, gëzim dhe vëmendje fëmijëve që shpesh nuk kishin askën.
Ishte diçka që e bënte që i ri, i frymëzuar nga gjyshi që kishte të njëjtin zakon. Atë vit, megjithatë, ai nuk e dinte nëse do të kishte forca për të vazhduar traditën. Si të vishte kostumin e babagjyshit kur shtëpia e tij ishte bosh? Si t'u sillte gëzim fëmijëve të tjerë kur nuk arrinte të gjente vajzën e tij? Valbona e kuptoi luftën e brendshme të shoqit. Një natë, pak ditë para vitit të ri, ajo ul pranë tij në divan dhe i tha: "Duhet të shkosh. Duhet ta mbash këtë traditë. Era do të ishte krenare për ty dhe kush e di, ndoshta është pikërisht kjo që duhet të bësh për t'u rilidhur me shpresën." Artani pa të shoqen, pa vendosmërinë në sytë e saj, atë forcë që e mbante edhe kur ai ndjente se do të shembej. "Je e sigurt?" Valbona tundi kokën. "Absolutisht. Shko sill lumturi për ata fëmijë. Për erën." Në emër të saj. Artani përqafoi të shoqen, duke ndier lotët t'i lagnin shpatullën e këmishës së saj. "Në rregull. Do të shkoj." Atë natë, ai shkoi në Papafingo për të marrë kostumin e babagjyshit që përdorte çdo vit. Ishte ruajtur në një kuti kartoni, i palosur me kujdes, me erë naftaline dhe kujtimesh. Kur hapi kutin, gjeti edhe një kartolinë. Ishte nga era, e bërë vitin e kaluar, me vizatime yjesh dhe zemrash të bëra me lapsa dylli. "Babi, ti je babagjyshi më i mirë në botë", thoshte mesazhi i shkruar me atë shkrim fëmijëror të shtrembër. "Të dua deri në hën e prapa." Artani e shtrëngoi kartolinën në gjoks dhe i lejoi vetes të qante edhe një herë. Në ditët para vitit të ri, Artani organizoi aksionin me të njëjtin kujdes si gjithmonë. Kontaktoi me liderët e komuniteteve, pyeti për familjet që kishin më shumë nevojë, bëri lista dhuratash të përshtatshme për çdo moshë. Bleu topa, kukulla, makina, lojra, materiale shkollore. Valbona e ndihmoi t'i paketonte të gjitha, duke vënë fjongo shumë ngjyrëshe në çdo pako. Ishte një mënyrë për të mbajtur duart të zëna, mendjen të përqendruar në diçka që nuk ishte dhimbja e vazhdueshme e mungesës së erës. Puna në kompani gjithashtu vazhdonte, por Artani kishte marrë një vendim. Pas vitit të ri, pas këtij aksioni që bënte çmos ta mbante gjallë, ai do ta zgjidhte një herë e mirë situatën me Gentin. Tashmë kishte folur me avokatët e tij, tashmë kishte filluar procesin e vlerësimit se sa do të kushtonte blerja e pjesës së ortakut. Nuk e donte më atë njeri pranë. Nuk kishte rëndësi nëse dyshimet e tij ishin të sakta apo jo, mundësia e thjeshtë që Genti mund të ishte i përfshirë në zhdukjen e erës ishte e mjaftueshme. Ai duhej ta hiqte qafe ortakun, për të mirën e kompanisë, për të mirën e shëndetit të tij mendor. Genti, nga ana tjetër, e ndjente ndryshimin në ajër. Ndjente se Artani po distancohej, se diçka kishte ndryshuar mes tyre në mënyrë definitive. U përpoq disa herë të niste bisedë, të sugjeronte dreka, të propozonte mbledhje për të diskutuar të ardhmen e kompanisë. Artani gjithmonë gjente një justifikim për të refuzuar. Ortaku nuk ishte budalla, e dinte se po humbiste terren. Dhe kjo e bënte të shqetësuar. I gjithë plani që kishte kurdisur muaj më parë kishte qenë për të fituar kontrollin e kompanisë. Por tani, me Artanin që po kthehej të përfshihej më aktivisht në biznes, me punonisit që qartësisht preferonin ortakun tjetër, Genti ndjente se po e humbiste betejën. Por ende nuk ishte i gatshëm të hiqte dorë. Jo pasi kishte shkuar kaq larg. Në natën e vitit të ri, Artani u zgjua me një përzierje nervozizmi dhe vendosmërie. Sot do të ishte dita e aksionit bamirës. Kishte zgjedhur të vizitonte një komunitet në Kamës, qytet fqinj me Tiranën, i njohur për zonat e tij të varfra. Vendi ishte i largët, pak i njohur, por pikërisht për këtë Artani e kishte zgjedhur. Donte të sillte gëzim për fëmijët që normalisht harroheshin, që nuk shfaqeshin në fushatat e vitit të ri të kompanive të mëdha apo ojqve të famshme. Donte të bënte një ndryshim në jetën e atyre që vërtet kishin nevojë. Valbona e ndihmoi të vishte kostumin. I rregulloi mjekrën e bardhë, kapuçin e kuq, verifikoi nëse rripi ishte në vendin e duhur. Kur mbaroi, qëndroi duke parë të shoqin me sytë e përlotur. "Ti je një njeri i mirë, Artan. Era ka fat që ka një baba si ti dhe kudo që të jetë, jam e sigurt se është krenare." Artani gëlltiti nyën në fyt dhe i puthi ballin të shoqes. "Të dua. Do të kthehem shpejt." Valbona tundi kokën. "E di. Shko bëj mirë. Shko bëhu drita në jetën e atyre fëmijëve."
Artani doli nga shtëpia i shoqëruar nga 2 ndihmës, punonjës të kompanisë që dolën vullnetar për të ndihmuar në shpërndarjen e dhuratave. Makina ishte e ngarkuar me thas dhe kuti, gjithçka e organizuar me kujdes. Rruga deri në Kamës zgjati rreth 1 orë, trafiku më i lehtë për shkak se ishte nata e vitit të ri. Kur mbërritën në komunitet, tashmë kishte një turm të vogël që priste. Fëmijë me rroba të thjeshta, disa zbathur, të tjerë me shapka të vjetra. Fytyra kureshtare, sy që shkëlqenin nga pritja. Ishte për momente si këto që Artani bënte çmos ta mbante atë tradit. Aty, në ato buzëqeshje, në atë gëzim të pastër dhe të vërtet, ai gjente një qëllim që shkonte përtej vetes. Shpërndarja filloi. Artani u ul në një karrige të madhe që kishin përgatitur dhe fëmijët filluan të formonin radhë. Secili i hipte në prerë, i tregonte se çfarë donte të merrte për vitin e ri dhe merrte një dhuratë. Kishte të qeshura, kishte përqafime, kishte atë magji që vetëm viti i ri mund ta krijojë, edhe në vendet më të pamundura. Artani e luante rolin me përkushtim, me dashuri, duke pyetur emrin e çdo fëmije, duke bërë shaka, duke bërë foto. Për disa çaste, arrinte të harronte dhimbjen e tij dhe të përqendrohej në sjelljen e lumturisë për ato familje. Por pastaj, në mes të radhës, ai e pa. Dhe e gjithë bota dukej se ndaloi. Dhe kështu, edhe me zemrën e thyer, Artani vendosi ta mbante gjallë traditën që e donte aq shumë, pa imagjinuar se ai vendim do të ndryshonte gjithçka. Ishte një vajzë. E vogël, tepër e dobët, me rroba të pista dhe të arnuara. Flokët gështenjë i kishte të ngatëruar, plot nyje, sikur nuk kishin parë krerë prej javësh. Fytyra kishte njolla dheu, duart ishin të pista, thonjë të thyer. Ajo lëvizte ngadalë në radhë, me syt ulur, sikur kishte turp ose frikë. Kishte diçka tek ajo që e bëri Artanin të ndalonte frymëmarrjen. Ishte mënyra se si anonte kokën kur mendonte. Ishte mënyra se si kafshonte buzën e poshtme kur ishte nervoze. Ishin gjeste të vogla që ai njite përmendësh, që i kishte parë mira herë. Zemra e Artanit filloi të rrite aq fort sa mund ta dëgjonte gjakun duke i pulsuar në vesh. Nuk mund të ishte. Nuk mundej. Pas 7 muajsh, në një komunitet kilometra larg, shanset ishin të pamundura. Duhej të ishte imagjinata e tij që po i luante rengje, dëshira e dëshpëruar për të parë të bien duke e bërë të shite erën në çdo fëmijë të ngjashëm. Por sa më shumë e shikonte, aq më i sigurt ishte. Ishte i njëjti ball, e njëjta formë e syve, e njëjta kurbë e hundës. Radha vazhdonte të ecte dhe vajza ishte gjithnjë më afër. Artani përpiqej të ruante qetësinë, të vazhdonte të bisedonte me fëmijët e tjerë që i hipnin në prerë, por duart i dridheshin, zëri i dështonte. Një nga ndihmësit e kuptoi se diçka nuk ishte në rregull. Zoti Artan, jeni mirë? Jeni zbehur. Artani vetëm tundi kokën, pa mundur t'i hiqte syt nga vajza që po afrohej. Edhe 2 fëmijë. Edhe 1. Dhe pastaj ishte radha e saj. Vajza ndaloi para tij, por nuk i ngriti sy. Qëndroi aty me krahët të lëshuar anash trupit, këmbët zbathur dhe të pista duke shkelur në tokën e dheu. Artani ndjeu fytin t'i shtrëngohej. Me zërin që i dridhej, pothuajse një përshpërim, pyeti, si e ke emrin? Vajza vonoi të përgjigjej. Kur më në fund foli, zëri ishte i ulët, pothuajse i padëgjueshëm. Era. Bota ndaloi. Zhurma përreth u shua. Fëmijët e tjerë, bisedat, të qeshurat, gjithçka u zhduk. Kishte vetëm atë vajzë para tij, atë zë që thoshte emrin që ai e mbante në zemër çdo ditë. Artani i zgjati duart, duke u dridhur aq shumë sa mezi e kontrollonte lëvizjen. Mund të hipësh këtu, e dashur? Vajza hezitoi, por pastaj bëri një hap përpara dhe e la ta ndihmonte të hipte në prerin e tij. Ishte tepër e lehtë, aq e lehtë sa dukej se mund të thyej. Artani e mbajti me kujdes, sikur po mbante gjën më të çmuar në botë. Dhe ishte. Po mbante të bien. Ishte absolutisht i sigurt tani. Nga afër mund të shihte të gjitha detajet. Vragën e vogël mbi vetullën e majt që e kishte bërë kur ra nga lisharsja në moshën 3 vjeç. Gropëzën në mjekër që e kishte trashëguar nga Valbona. Edhe aroma, poshtë pislëkut dhe djersës, ishte e saja. Ishte era. Dhe çfarë do të doje të merrje për vitin e ri, pyeti Artani, zëri duke ju thyer në fjalën e fundit. Era qëndroi në heshtje për një moment, me syt ende ulur.
Pastaj, aq ulët sa mezi e dëgjoj, ajo tha, dua vetëm të kthehem te mami dhe babi im. Lotët që Artani i kishte mbajtur gjatë gjithë asaj pasditeje më në fund ran. Rodhen në përmjekrën e reme, lagën kostumin e kuq, ran në tokë në pika të rënda. Ai e përqafoi fort vajzën, duke ndier trupin e saj të brisht mbi të tijin dhe filloi të dënes. Ndihmësit erdhen me vrap, të shqetësuar, pa kuptuar se çfarë po ndodhte. Zoti Artan, jeni mirë? Artani nuk arrinte të fliste. Vetëm arrinte të përqafonte erën, duke i përsëritur ulët në vesh, babi është këtu. Babi është këtu, bia ime. Je e sigurt tani? Era filloi të dridhej dhe pastaj filloi të qante edhe ajo. Një qarje e ulët në fillim, por që u rrit derisa u bë dënes që i shkumte të gjithë trupin. Ajo u kap fort pas kostumit të babagjyshit, gishtat e saj të vegjël duke mbajtur pëlhurën sikur të ishte e vetmja gjë e fortë në një botë që ishte shembur muaj më parë. Njerëzit përreth filluan të kuptonin se po ndodhte diçka shumë më tepër se një shpërndarje e thjeshtë dhuratash. Dikush thiri liderin e komunitetit, zonjën Fatime, një grua rreth të 60-tave që i njihte të gjitha familjet aty. Ajo u afrua, e shqetësuar. Çfarë ndodhi? Artani, me një përpjekje të madhe, arriti të fliste. Kjo është vajza ime. Vajza ime që u zhduk 7 muaj më parë në Tiranë. Zonja Fatime zgurdulloi sytë. Kjo nuk është e mundur. Kjo vajzë erdhi këtu me familjen Deda rreth 4 muaj më parë. Thanë se ishte mbesa e tyre, se prindërit i kishin vdekur dhe ata po kujdeseshin për të. Artani ndjeu zemërimin t'i digjej në gjoks, por e detyroi veten të ruante qetësinë. Duhej të ishte i qartë tani, duhej të bënte gjën e duhur. Ku është kjo familje? Zonja Fatime pa përreth. Herën e fundit që e pash Besmir Dedën ishte dje. Ai ka qenë i zhdukur, duke ikur e ardhur pa lajmëruar. Por gruaja e tij duhet të jetë në shtëpi. Artani tundi kokën. Një nga ndihmësit ishte tashmë në telefon me policinë. Tjetri po i telefononte Valbonës. Artani vazhdoi të mbante erën, duke i përshpëritur fjalë ngushëlluese, duke i thënë se gjithçka ishte në rregull tani, se ishte e sigurt se do të shkonte në shtëpi. Era, mes dënesash, filloi të fliste. Fjalë të fragmentuara, të palidhura, por që së bashku tregonin një histori të tmerrshme. Një burr i kishte ofruar karamele në dalje të shkollës. Ajo kishte mësuar të mos pranonte kur asgjë nga të huajt, por ai duke i mirë. Tha se e njihte babin e saj. Tha se babi e kishte dërguar ta merrte sepse mami ishte lënduar. Era u frikësua, donte të kthehej, por ai e mori në krah dhe e futi brenda një makine. Ajo bërtiti, por xhami ishte i mbyllur dhe kishte shumë zhurmë në rrugë. Askush nuk e dëgjoi. E çuan në një shtëpi. Nuk ishin të këqij me të, nuk e rrinin, i jepnin ushqim. Por nuk e linin të dilte. Nuk e linin të fliste me askën. I thanë se nëse i tregonte dikujt se kush ishte, gjëra të këqija do t'u ndodhnin mamit dhe babit. Era pati aq shumë frikë. Qau çdo natë. Kërkonte të kthehej në shtëpi. Por ata i thoshin se nuk mundej, se duhej të qëndronte aty, se prindërit e saj nuk e donin më. Era nuk e besoi në fillim. Por me kalimin e kohës, me ditët që kalonin, filloi të dyshonte. Po sikur të ishte e vërtetë? Po sikur babi dhe mami vërtet të ishin lodhur prej saj? Artani dëgjonte çdo fjalë duke ndier zemrën t'i coptohej. Bia ime e dashur. Kur në jetë nuk do të braktisnim. Të kërkuam çdo ditë. Mami qau aq shumë. Unë qava aq shumë. Ne kur nuk ndaluam së kërkuari. Era ngriti fytyrën për herë të parë, me sytë e kuq dhe të enjtur. Vërtet? Artani tundi kokën, lotët ende duke i rrjedhur. Vërtet, dashuria ime. Ti je gjëja më e rëndësishme në jetën tonë. Ne të duam më shumë se gjithçka në këtë botë. Policia mbërriti shpejt. Erdhën 2 makina dhe policët, kur dëgjuan historinë e Artanit, vepruan me efikasitet dhe ndjeshmëri. Shkuan në shtëpinë e familjes Deda, gjetën gruan, e cila u kap nga paniku kur kuptoi se gjithçka ishte zbuluar. Ajo filloi të fliste, e dëshpëruar, duke thënë se burri ja kishte sjell vajzën, se ajo vetëm ishte kujdesur për të sepse nuk kishte zgjidhje tjetër, se kishte frikë se çfarë do të bënte burri nëse ajo thoshte jo.
Besmir Deda, siç kishte zbuluar Iliri në hetime, ishte zhdukur prej disa javësh. Mori paratë që kishte marrë dhe u zhduk, duke lënë gruan dhe erën pas. Një nga policët, një burr në moshë të mesme me shikim të butë, u gjunjëzua para erës. Je e sigurt tani, vogëlushe? Do të çojmë përsëri në shtëpi, te prindrit e tu. Por më parë duhet të vish me ne të bësh disa analiza, vetëm për të siguruar se gjithçka është në rregull me ty mundesh. Era pa Artanin, duke kërkuar konfirmim. Artani tundi kokën. Babi do të vi me ty, në rregull? Nuk do të largohem nga ty as për një sekondë. Era i kapi dorën. Premton? Artani ja shtrëngoi dorën e vogël. Premtoj. Udhëtimi deri në spital ishte një përzierje gëzimi dhe agonie. Artani ishte në telefon me Valbonën, e cila ishte në makinë duke nxituar për t'i takuar. Ajo qante aq shumë sa mezi arrinte të ngiste makinën, por nuk ndalonte. Duhej ta shite të bien. Duhej ta prekte. Duhej të sigurohej se ajo ishte e vërtet dhe jo një tjetër ëndër mizore. Artani e mbante erën në sediljen e pasme të makinës së policisë, vajza e strukur pranë tij, më në fund duke u çliruar pas kaq shumë muajsh tensioni. Në spital, era ju nënshtrua një sër analizash. Mjekët ishin të sjellshëm dhe të kujdesshëm, duke i shpjeguar çdo procedurë, duke u siguruar që vajza të ndihej e sigurt. Artani qëndroi gjatë gjithë kohës pranë saj, duke i mbajtur dorën, duke biseduar, duke bërë shaka pa krip për ta bërë të buzëqeshte. Dhe kur Valbona më në fund mbërriti, duke vrapuar nëpër korridoret e spitalit me flokët të shpupuritur, fytyrën e kuqe nga të qarat dhe pa erën të ulur në barel pranë Artanit, ajo ndaloi. Qëndroi aty në derë për një sekond që u duk si një përjetësi. Dhe pastaj vrapoi. Vrapoi dhe e përqafoi të bien me një forcë që i vinte nga thellësia e shpirtit. Era, bia ime, dashuria ime, jeta ime. Valbona i pufte fytyrën vajzës, flokët, ballin, duar. Era u kap pas ëmës dhe qau edhe më shumë, një qarje lehtësimi, takimi e të qenit më në fund në shtëpi. Artani i përqafoi të dyja dhe aty, në atë dhomë spitali, familja Hoxha u ribashkua. Pas 7 muajsh makthi, dhimbjeje, dyshimi, më në fund ishin bashkë. Jo në formën që e kishin imagjinuar, jo në skenarin që kishin ndërruar, por bashkë. Dhe për momentin, kjo ishte gjithçka. Mjekët informuan se era ishte fizikisht mirë, duke marrë parasysh rrethana. E keq ushqyer, po. Me disa mungesa vitaminash që duheshin trajtuar. Por asgjë e pakthyeshme. Dëmi më i madh, thanë me ndjeshmëri, do të ishte emocional. Era do të kishte nevojë për mbështetje psikologjike, për kohë, për durim. Kishte kaluar një përvojë traumatike dhe do të duhej kohë për të rikuperuar plotësisht. Artani dhe Valbona dëgjuan gjithçka, përthithën çdo fjalë, premtuan se do të bënin gjithçka që ishte e nevojshme për të ndihmuar të bien. Ndërkohë, në komisariat, hetimi filloi të përparonte me shpejtësi. Gruaja e Besmir Dedës, në impresion dhe me frikën e pasojave, filloi të fliste. Tregoi se si burri i saj kishte ardhur një ditë në shtëpi me vajzën, duke i thënë se do të fitonin shumë para nëse kujdeseshin për të për një farë kohe. Nuk bëri pyetje, kishte frikë prej tij, por e dinte se diçka nuk shkonte. Besmiri merrte telefonata, gjithmonë dilte për të folur privatisht. Ndonjëherë zhdukej për ditë të tëra. Kur u kthye nga udhëtimi i fundit, tha se puna kishte mbaruar, se së shpejti do të mund të transferoheshin larg. Por pastaj mori paratë dhe u zhduk, duke e lënë atë dhe erën pas. Gruaja nuk e dinte se nga vinin paratë, por kujtonte se Besmiri përmendi disa herë një emër, Genti. Gjithmonë fliste për të me një përzierje frike dhe respekti. Genti e di se çfarë bën, thoshte Besmiri. Genti i mbulon gjurmët e tij më mirë se askush. Kur polici përgjegjës për rastin e dëgjoi këtë, menjëherë i telefonoi Artanin. A ka ndonjë Genti në jetën tuaj që mund të ishte i përfshirë në këtë? Pyetja mbeti pezull në ajër. Artani mbylli sytë dhe ndjeu gjithçka të lidhej. Pjesët e enigmës që ishte përpjekur t'i bashkonte prej muajsh më në fund formuan një imazh. Dhe ishte një imazh i tmerrshëm. Po, u përgjigj Artani me zë të akull. Ka një Genti. Ortaku im. Zbulimi i ra si një peshk tonelatash. Gjithçka kishte kuptim tani. Përpjekjet e Gentit për të marrë kontrollin e kompanisë gjatë momentit më të brisht të Artanit.
Mënyra se si ai gjithmonë pyeste për hetimet, sikur po kontrollonte nëse ishte i sigurt. Interesi i tepruar për të ditur nëse policia kishte ndonjë pistë. Këmbëngulja që Artani të largohej nga biznesi. Çdo detaj i vogël që më parë duke i parëndësishëm tani shkëlqente me qartësi kristalore. Genti e kishte bërë këtë. Kishte planifikuar zhdukjen e erës për të pasur rrugë të lirë në kompani. Kishte përdorur vajzën e tij, një fëmijë të pafajshëm 5 vjeçar, si një gurshahu në një lojë të ndyrë pushteti dhe parash. Artani ndjeu një zemërim që nuk e kishte provuar kurrë më parë. Ishte diçka që i vinte nga thellësia e gjoksit, e nxehtë dhe mbytëse, që kërkonte të dilte. Valbona e vuri re ndryshimin në shprehjen e të shoqit. Çfarë ka? Çfarë ndodhi? Artani i tregoi, fjalët duke i dalë të ashpra dhe therse. Valbona u zbe. Ajo gjithmonë e kishte ditur se kishte diçka që nuk shkonte me Gentin, gjithmonë e kishte ndjer atë ndjesi të pakëndshme pranë tij. Por kur, as në makthet e saj më të këqija, nuk e kishte imagjinuar se ai ishte i aftë për diçka kaq monstruoze. Një gjë ishte të ishe lakmitar, të ishe jo etik në biznes. Një gjë krejt tjetër ishte të përdorje një fëmijë si monedhë shkëmbimi. Policia veproi shpejt. Me lidhjen mes Besmir Dedës dhe Genti Berishës të vendosur përmes dëshmisë së gruas, hetuesit morën një urdhër për të kontrolluar zyrat dhe shtëpinë e Gentit. Ajo që gjetën konfirmoi të gjitha dyshimet. Kishte regjistrime të transfertave bankare të fshehura me kujdes në llogari offshore. Kishte emaile të koduara që, pasi u deshifruan, tregonin biseda mes Gentit dhe Besmirit për planin. Kishte madje edhe shënime në një blog personal ku Genti llogariste se sa kohë do t'i duhej Artanit të largohej plotësisht nga kompania pas zhdukjes së Sëbijës. Çdo provë ishte më tronditëse se e mëparshmja. Genti e kishte planifikuar gjithçka me përpikëri. Kishte studiuar rutinën e erës, dinte oraret kur zonja Tefta e merrte në shkollë, kishte identifikuar ditën e përsosur për të vepruar. Kishte rekrutuar Besmir Dedën përmes ndërmjetësve, njerëz me borxhe dhe të dëshpëruar që do të bënin gjithçka përpara. Kishte krijuar shtresa mbrojtjeje rreth vetes, duke u siguruar që asgjë të mos gjurmohej drejt për drejt tek ai. Por kishte bërë një gabim. Një gabim vendimtar. Kishte nënvlerësuar forcën e Artanit, vendosmërinë e Valbonës dhe kishte nënvlerësuar fatin që e vendosi erën në atë radhë në natën e vitit të ri. Kur policët shkuan në shtëpinë e Gentit për ta arrestuar, ai ende u përpoq të ruante qetësinë. Kjo është një absurditet, thoshte ai, me zë të lartë dhe të indinjuar. Ju nuk keni prova për asgjë. Unë jam një biznesmen i respektuar. Do t'ju padis të gjithëve për shpifje. Por kur i treguan provat, kur i vun përpara transfertat bankare, emailet, shënimet, ai u shem. Jo në mënyrën që pritej. Jo me pendes apo keqardhje. Por me zemërim. Me tërbim që ishte zbuluar, që planet e tij ishin prishur. Ajo as nuk ishte aq e rëndësishme, tha Genti, duke folur për erën sikur të ishte një objekt. Ai kujdeset më shumë për punonjësit e kompanisë se sa për të. Unë thjesht po përpiqesha ta bëja të shite se çfarë ka vërtet rëndësi. Polici që e dëgjonte u desh të përmbahej për të mos humbur profesionalizmin. Zoti Berisha, ju po arrestoheni për përfshirje në zhdukjen e një fëmije. Ju keni të drejtë për një avokat. Gentit i vun prangat dhe e morën. Deri në momentin e fundit nuk tregoi asnjë shenjë pendimi. Vetëm llogaritje të ftohtë dhe zemërim që kishte humbur lojën që kishte nisur. Lajmi për arrestimin e Gentit u përhap me shpejtësi. Në gazeta, në rrjetet sociale, në korridoret e kompanisë. Biznesmeni arrestohet i dyshuar për përfshirje në zhdukjen e vajzës së ortakut. Titujt ishin tronditës. Njerëzit që e njihnin Gentin, që kishin bërë biznes me të, nuk arrinin ta besonin. Por ata që punonin drejt për drejt me të, që e njihnin ftohtësinë e tij, obsesionin e tij për fitimin mbi gjithçka, nuk u habitën aq shumë. Gjithmonë e kishin ditur se kishte diçka që nuk shkonte me atë njeri. Artani i kaloi ditët në vijim i ndarë mes kujdesit për erën dhe menaxhimit të pasojave ligjore dhe biznesore të rastit. Kishte mbledhje me avokat, me policin, me prokuror. Jepte dëshmi, firmoste dokumente, u përgjigjej pyetjeve. Por asgjë nga këto nuk kishte rëndësi vërtet. Ajo që kishte rëndësi ishte se era ishte kthyer. Se ishte e sigurt.
Se ishte në shtëpi, në dhomën e saj, e rrethuar nga lodrat e saj, duke fjetur në krevatin e saj. Gjithçka tjetër ishin vetëm detaje për t'u zgjidhur. Era filloi të përshtatej ngadalë me jetën normale. Në ditët e para, zgjohej natën duke bërtitur, duke parë makthe. Valbona vraponte në dhomën e saj, e mbante, e qetësonte, e siguronte se gjithçka ishte në rregull. Artani ishte gjithashtu gjithmonë pranë, i gatshëm të jepte mbështetje kur ishte e nevojshme. Ata kishin kontraktuar një psikologe të specializuar në trauma fëmijërore që filloi të punonte me Erën, duke e ndihmuar të përpunonte gjithçka që kishte jetuar. Ishte një rrugë e gjatë dhe e vështirë, por Era ishte e fortë. Më e fortë se shumë të rritur. Dhe kishte dashurinë e pakushtëzuar të prindërve si themel. Kompania kaloi një ristrukturim të plotë. Me Gentin jashtë loje, Artani mori kontrollin total. Gjëja e parë që bëri ishte të kthente mbrapsht të gjitha ndryshimet që ish ortaku kishte zbatuar. Përfitimet u kthyen, politikat humane u rivendosën, ambienti i punës filloi të merrte frymë përsëri. Punonisit që kishin ndjekur të gjithë sagën përmes gazetave ishin të lehtësuar dhe të lumtur për përfundimin. Organizuan një pritje të veçantë kur Artani u kthye në zyrë me pankarta, tullumbace dhe shumë përqafime. Ishte një familje që festonte kthimin e njërit prej anëtarëve të saj. Viti i ri atij viti, edhe pse kishte kaluar gjatë gjithë dramës, fitoi një kuptim të ri për familjen Hoxha. Ata e bën pemën përsëri, këtë herë me Erën që ndihmonte. Çdo zbukurim që ajo varte vendosej me një kujdes të veçantë. Ylli i artë shkoi në maj, si gjithmonë. Bën darkën tradicionale me gjeldeti, përshesh dhe baklava, të gjitha ushqimet që Era i adhuronte. Ftuar zonjën Tefta, e cila ishte shkatëruar nga zhdukja e vajzës dhe që qau nga lumturia kur e pa përsëri. Ftuar edhe Ilirin, hetuesin, këmbëngulja e të cilit kishte ndihmuar në bashkimin e pjesëve të enigmës. Atë natë, pasi të gjithë ikën, pasi Era shkoi të flinte, Artani dhe Valbona u ulën në divanin e sallonit, dorë për dore, duke parë pemën e vitit të ri me dritat e saj që vezullonin butësisht. Ishte një vit i vështirë, tha Valbona, me kokën mbështetur në shpatullën e të shoqit. Artani tundi kokën. Më i vështiri i jetës sime. Por jemi bashkë. Dhe kjo është ajo që ka rëndësi. Valbona ngriti fytyrën dhe e pa në sy. E di që ai do të paguaj për atë që bëri, apo jo? Artani tundi kokën përsëri. Po. Drejtësia do të vihet në vend. Dhe kur e tha këtë, e dinte se kishte të drejtë. Genti do të përgjigjej për veprimet e tij. Dhe familja Hoxha, e shenjuar por jo e thyrë, do të ecte përpara, më e fortë se kurrë. Muajt që pasuan ishin të rindërtimit në të gjitha kuptimet. Artani ju përkushtua përsëri plotësisht kompanisë, por me një perspektivë krejtësisht të ndryshme. Ajo që kishte ndodhur me Erën kishte ndryshuar diçka themelore brenda tij. Më parë, ai tashmë ishte një shef human dhe i drejtë, i shqetësuar për mirëqenien e punonjësve. Por tani kishte një urgjencë të re, një kuptim të thellë se jeta mund të ndryshonte në një sekondë, se ajo që vërtet kishte rëndësi nuk ishin fitimet apo kontratat milionere, por njerëzit, lidhjet e vërteta, trashëgimia që lëm në bollë. Ai zbatoi ndryshime edhe më të rëndësishme në kompani. Krijoi një program mbështetjeje psikologjike falas për të gjithë punonjësit dhe familjet e tyre. Vendosi një politikë leje të paguar për prindërit që përballeshin me situata të vështira me fëmijët e tyre. Ngriti një fond emergjence për të ndihmuar punëtorët në situata krize. Dhe, më e rëndësishmja, filloi të ishte i pranishëm në një mënyrë që më parë nuk arrinte. Jo vetëm fizikisht, por emocionalisht. Dinte emrat e fëmijëve të punonjësve të tij, pyeste për jetën e tyre, festonte fitoret e tyre dhe ofronte mbështetje në humbje. Kompania lulëzoi sikur më parë. Shifrat vërtetonin diçka që Artani gjithmonë e kishte besuar, por që Genti kurrë nuk e kuptoi. Kur kujdesesh për njerëzit, kur investon tek ata me të vërtet, ata ta shpërblejnë me besnikëri. Përkushtim dhe produktivitet që shkojnë shumë përtej asaj që çdo manual menaxhimi mund të parashikonte. Lajmi për rastin u përhap dhe paradoksalisht, pavarësisht skandalit, kompania fitoi respekt kombëtar. Njerëzit donin të bënin biznes me një kompani që kishte vlera të vërteta, që kishte provuar në praktikë se fitimi dhe humanizmi mund të ecnin bashkë. Genti Berisha u përball me procesin gjyqësor që meritonte. Sistemi i drejtësisë, megjithse i ngadalë si gjithmonë, ishte i pamëshirshëm me të. Provat ishin të pakundërshtueshme, dëshmi dërmuese.
Besmir Deda u gjet muaj më vonë, i fshehur në një qytet tjetër, dhe gjithashtu dha një dëshmi të detajuar në këmbim të një uljeje dënimi. Ai konfirmoi gjithçka. Konfirmoi se Genti kishte planifikuar çdo detaj, se kishte paguar për të gjithë skemën, se kishte dhënë udhëzime specifike se si dhe kur të vepronte. Në gjykat, gjatë gjyqit, Genti mbajti qëndrimin e tij të ftohtë dhe llogaritës deri në fund. Nuk kërkoi falje, nuk tregoi pendim. Vetëm argumentoi se kishte bërë atë që ishte e nevojshme për të mirën e kompanisë. Gjykatësi, një burr i moshuar që kishte parë shumë gjëra në jetë, por që gjithsesi u trondit nga ftohtësia e Gentit, dha një dënim të ashpër. Zoti Berisha, ju jo vetëm keni kryer një akt të neveritshëm kundër një fëmie të pafajshëm. Ju keni tradhtuar besimin e një partneri biznesi, të një miku, të dikujt që besonte tek ju. Ju keni treguar një mungesë të plotë ndjeshmërie, ndërgjegjeje morale, humanizmi bazik. Shoqëria duhet të mbrohet nga individ si ju. Dënimi ishte i rëndë, siç duhej të ishte. Gentin e morën dhe këtë herë nuk kishte më lojra, nuk kishte më shpëtim. Ai do të paguante për veprimet e tij. Artani e ndoqi gjyqin bashkë me Valbonën. Kur u dha dënimi, nuk ndjeu gëzim, nuk ndjeu fitore. Ndjeu vetëm një lodhje të thellë dhe një lloj paqeje melankolike. Drejtësia ishte vënë në vend. Genti do të kalonte shumë vite larg shoqërisë, pa mundësinë të lëndonte më askën. Por kjo nuk i fshinte 7 muajt e vuajtjes që familja e tij kishte kaluar. Nuk ja. Kthente pafajësinë që era kishte humbur. Nuk i shëronte plotësisht plagët që ishin hapur. Ishte vetëm mbyllja e një kapitulli të dhimbshëm, që një tjetër, shpresojmë më i mirë, të mund të fillonte. Duke dalë nga gjykata atë ditë, Artani dhe Valbona ecën në heshtje deri te makina. Pasi hyn brenda, larg shikimeve kurioztare të gazetarëve dhe kamerave, ata thjesht u përqafuan. Ishte një përqafim i gjatë, i shtrënguar, që thoshte gjithçka që fjalët nuk arrinin ta shprehnin. Kishin mbijetuar. Kishin arritur në anën tjetër. Dhe megjithse plagët mbeteshin, mbetej edhe dashuria që i bashkonte. Ajo familje nuk ishte e përsosur, por ishte e tyre. Dhe askush, kur më, nuk do t'ua merrte këtë. Në muajt që pasuan gjyqin, Artani mori një vendim të rëndësishëm. Shiti pjesën e Gentit në kompani, e cila ishte konfiskuar si pjesë e procesit gjyqësor. Me parat, krijoi një fondacion të quajtur ERA, dedikuar ndihmës së familjeve të fëmijëve të zhdukur. Fondacioni ofronte mbështetje psikologjike falas, ndihmë financiare për ata që nuk mund të paguanin hetues privat, dhe punonte në bashkëpunim të ngushtë me autoritetet për të përmirësuar protokollet e kërkim shpëtimit. Ishte një mënyrë për ta transformuar gjithë atë dhimbje në diçka pozitive, për të bërë që vuajtja e familjes së tij të mund të lehtësonte atë të tjerëve. Fondacioni u arrit me shpejtësi. Njerëz nga e gjithë Shqipëria filluan të kontaktonin, duke treguar historitë e tyre të humbjes dhe dëshpërimit. Artani nuk mund t'i ndihmonte të gjithë, por ndihmonte sa më shumë që mundej. Kontraktoi një ekip të përkushtuar, solli specialist, krijoi një rrjet mbështetjeje që shtrihej në disa qytete. Valbona gjithashtu u përfshi thellësisht, duke përdorur përvojën e saj si psikologe për të trajnuar profesionistë që ndihmonin familjet. Ishte një mënyrë për t'i dhënë kuptim asaj që kishin jetuar, për të garantuar se ajo dhimbje nuk kishte qenë e kollë. ERA ishte heroina e vërtet e kësaj historie. Vajza që ishte shkëputur nga jeta e saj, që kishte kaluar muaj në robëri, që ishte përdorur si një gurshahu në një lojë mizore, tregoi një qëndrueshmëri që habiti edhe psikologët që e ndiqnin. Sigurisht që pati net të vështira, makthe, momente ankthi. Pati ditë kur nuk donte të dilte nga shtëpia, me frikën se diçka mund të ndodhte përsëri. Pati të qara pa shpjegim të dukshëm, për qafime të dëshpëruara që kërkonin siguri. Por me mbështetjen e palodhur të Artanit dhe Valbonës, me ndihmën profesionale të duhur, me durimin dhe dashurinë që e rrethonin, ERA filloi të shërohej. Ajo u kthye në shkollë pas disa muajsh, në një institucion të ri të zgjedhur me kujdes, ku mësuesit ishin informuar për situatën dhe të trajnuar për të menaxhuar çdo çështje që mund të lindte. Në fillim, ERA qëndronte e ngjitur pas Valbonës, nuk donte që ema të largohej. Por dalë nga dalë, me hapa të vegjël, filloi të lirohej. Bëri miq të rinj, filloi të merrte pjesë në aktivitete, u kthye të buzëqeshte me atë lehtësi që gjithmonë e kishte pasur. Pati pengesa, sigurisht. Momente kur dukej se po regresonte. Por trajektoria e përgjithshme ishte e përmirësimit, e rritjes, e tejkalimit.
Psikologjia që ndiqte erën mbeti e impresionuar me aftësinë e saj për të rikuperuar. Në një nga seancat me Artanin dhe Valbonën, ajo komentoi, era ka diçka të veçantë. Ajo nuk e mohon atë që ndodhi, nuk shtiret se gjithçka është në rregull kur nuk është. Por gjithashtu nuk e lejon veten të përcaktohet nga ajo. Ajo po mëson ta integrojë këtë përvojë në historinë e saj, jo si një pikë fundore, por si një kapitull të vështirë që arriti ta kapërcente. Valbona dhe Artani e dëgjuan këtë me zemrat plot. Ishte pikërisht kjo që donin për të bien. Jo që ajo të harronte, sepse kjo do të ishte e pamundur, por që të mund të ecte përpara pa mbetur e bllokuar në të kaluarën. Në shkollën e re, era gjeti një mësuese të veçantë, mësuese Anilën, e cila kishte një mënyrë unike për të marrë me fëmijët. Ajo e kuptonte kur era kishte një ditë të vështirë dhe dinte saktësisht se si ta ndihmonte. Ndonjëherë ishte një përqafim, ndonjëherë një moment vetëm për të biseduar, ndonjëherë thjesht t'i jepte hapësirë dhe ta linte erën të përpunonte emocionet e saj në kohën e saj. Era u lidh me këtë mësuese në një mënyrë që i kujtonte Artanit se si marrëdhëniet e duhura në momentin e duhur mund të bëjnë gjithë ndryshimin në jetën e dikujt. Një ditë, gati një vit pas ribashkimit, era po luante në obor kur Artani e vëzhgonte nga dritarja. Ajo qeshte, vraponte pas një fluture, ajo e qeshur kristalore që kishte mbetur e ruajtur për kaq shumë kohë. Valbona u afrua dhe i vuri dorën në shpatull të shoqit. Ajo do të jetë mirë, tha Valbona. Ne do të jemi mirë. Artani tundi kokën duke ndjerë sytë ti përloteshin. Po. Do të jemi. Dhe për herë të parë pas shumë kohësh, i besoi plotësisht atyre fjalëve. Kompania, ndërkohë, ishte bërë një shembull kombëtar i përgjegjësisë sociale korporative. Gazetarë vinin nga pjesë të ndryshme të vendit për të intervistuar Artanin, duke dashur të kuptonin se si kishte arritur ta transformonte një tragjedi personale në një forcë lëvizëse për ndryshime pozitive. Ai gjithmonë përgjigjej me përulësi. Nuk bëra asgjë të jashtëzakonshme, thoshte. Thjesht vazhdova të besoja në atë që gjithmonë kam besuar, se njerëzit kanë më shumë rëndësi se fitimet, se suksesi i vërtet matet me ndryshimin që bëjmë në jetën e të tjerëve. Se kompanitë kanë një përgjegjësi sociale që shkon shumë përtej pagimit të taksave. Disa biznesmen të tjerë filluan të ndiqnin shembullin e Artanit. Programe mirëqenieje u zbatuan në kompani në të gjithë vendin. Fondacionet e mbështetjes për fëmijët e zhdukur fituan më shumë burime dhe vizibilitet. Ndryshime në politikat publike u diskutuan në parlament. Artani kur nuk i kërkoi projektoret, por historia e tij kishte prekur zemrat e miliona shqiptarëve dhe kishte frymëzuar një brez liderësh biznesi të rishikonin prioritetet e tyre. Kur dhjetori erdhi përsëri, duke sjellë me vete frymën festive dhe të gjitha kujtimet e vitit të kaluar, Artani duhej të merrte një vendim. A do të vazhdonte me traditën e tij të vishej si babagjyshi dhe të vizitonte komunitete në nevojë? Pas gjithçkaje që kishte ndodhur, pasi e kishte rigjetur erën pikërisht gjatë një prej këtyre aksioneve, a kishte kuptim të vazhdonte? Bisedoi me Valbonën për këtë. Ajo mendoi për një moment para se të përgjigjej. Mendoj se ka më shumë kuptim tani se kur, tha ajo. Ti e rigjete vajzën tonë për shkak të kësaj tradite. Për shkak të mirësisë tënde, të vullnetit tënd për të sjellë gëzim fëmijëve të tjerë. Kjo duhet të vazhdojë. Artani ra dakord. Por këtë herë nuk do të shkonte vetëm. Era, tani 6 vjeç dhe shumë më e pjekur se sa sugjeronte mosha, donte të shkonte bashkë. Dua t'i ndihmoj fëmijët e tjerë, babi, tha ajo me atë seriozitet fëmijëror që ndonjëherë i shfaqej. Dua t'i bëj ata të lumtur siç më bëre ti mua. Artani dhe Valbona u pan me njëri tjetrin, me zemrat të shtrënguara nga krenaria dhe dashuria. Nëse je e sigurt, dashuria ime, tha Valbona. Era tundi kokën me bindje. Jam. Dhe kështu, në natën e vitit të ri të atij viti, Artani veshi përsëri kostumin e babagjyshit. Por këtë herë, kishte erën pranë tij, të veshur si ndihmëse e babagjyshit dhe Valbonën gjithashtu duke marrë pjesë aktivisht në aksion. Zgjodhen një komunitet tjetër, këtë herë më afër Tiranës, një vend ku shumë familje luftonin për të mbijetuar, ku fëmijët rriteshin mes vështirësisë që askush nuk duhej t'i përballonte. Quan dhurata, ushqim, dashuri dhe vëmendje. Dhe ndryshimi që bën atë ditë ishte i pamatshëm. Era ishte e mrekullueshme. Ajo bisedonte me fëmijët e tjerë, shpërndante dhurata me një buzëqeshje në fytyrë, përqafonte të vegjëlit që dukeshin më të turpshëm.
Kishte një dritë tek ajo, një forcë që vinte nga të mbijetuarit e më të keqes dhe të dalurit në anën tjetër. Njerëzit që merrnin pjesë në aksion, që e njihnin historinë e familjes Hoxha nga gazetat, emocionoheshin kur shihnin erën aty, jo vetëm duke mbijetuar, por duke lulëzuar, jo vetëm duke u rikuperuar, por duke ndihmuar të tjerët. Ishte një dëshmi e fuqishme se dashuria mund të shërojë, se mirësia mund të transformojë, se edhe historitë më të errëta mund të kenë funde të ndritshme. Kur aksioni mbaroi dhe ata u kthyen në shtëpi, të lodhur por të lumtur, u ulën të tre në divanin e sallonit. Pema e vitit të ri shkëlqente butësisht në cep, dhuratat ende të mbështjella prisnin të hapeshin të nesërmen. Era ishte strukur mes prindërve, gati duke fjetur nga lodhja. Ishte viti i ri më i mirë i jetës sime, përshpëriti ajo para se të mbyllte sy. Artani dhe Valbona u pan mbi kokën e së bijës dhe nuk u desh të thoshin asgjë. E dinin saktësisht se çfarë po mendonte tjetri. Kishin kaluar një ferë, ishin përballur me gjën më të keqe që prindërit mund të përballen. Por kishin mbijetuar. Dhe jo vetëm kishin mbijetuar, por kishin dalë në anën tjetër më të fortë, më të bashkuar, më të ndërgjegjshëm për atë që vërtet ka rëndësi në jetë. Kompania vazhdoi të lulëzonte. Pa Gentin, pa atë energji toksike që ai sillte, ambienti i punës u transformua plotësisht. Njerëzit punonin më të lumtur, më të motivuar, më të lidhur me qëllimin e asaj që bënin. Artani zbatoi një program ku kompania dhuronte 1% të fitimeve për institucionet që kujdeseshin për fëmijët e zhdukur, për qendrat e mbështetjes për familjet në krizë. Donte që diçka e mirë të dilte nga gjithë ajo dhimbje. Donte që historia e tij, historia e erës, të mund të ndihmonte familje të tjera që po kalonin të njëjtin makth. Zonja Tefta vazhdoi të punonte me familjen, pavarësisht fajit që mbante për lëshimin e dorës së erës atë ditë fatale. Artani dhe Valbona gjithmonë e trajtuan me dashuri dhe mirëkuptim, duke e ditur se ajo nuk kishte faj, se ajo mund t'i kishte ndodhur kujto. Era, nga ana tjetër, kur nuk e fajsoi zonjën Tefta. Në mençurinë e saj fëmijërore, kuptonte se gjërat e këqija ndonjëherë ndodhin dhe se nuk ja vlen të kërkosh fajtor përtej atyre që vërtet planifikuan të keqen. Iliri, hetuesi, u bë një mik i afërt i familjes. Ai vazhdoi punën e tij duke ndihmuar familje të tjera të gjenin të afërmit e zhdukur, dhe Artani sa herë që ishte e mundur kontribuonte me burime për këto hetime. Ata kishin formuar një lidhje të veçantë, të bashkuar nga përvoja e përbashkët e atij kërkimi intensiv që kishte zgjatur 7 muaj të gjallë. Vitet kaluan dhe familja Hoxha vazhdoi udhëtimin e saj. Era u rrit, shkoi në shkollë, bëri miq, pati dashuritë e saj të para, sfidat e saj të para si adoleshente. Plagët e asaj që kishte jetuar kur nuk u zhdukën plotësisht, por gjithashtu nuk e përcaktuan atë. Ajo ishte më shumë se ajo që i kishte ndodhur. Ishte një vajzë inteligjente, e ndjeshme, e fortë, me një ndjeshmëri të thellë për ata që vuanin. Donte të bëhej psikologe kur të rritej, të ndihmonte fëmijë të tjerë që kalonin trauma. Artani dhe Valbona e mbështesnin në gjithçka, krenar për personin që ajo po bëhej. Dhe Artani kur më nuk hoqi dorë nga aksionet e tij të vitit të ri. Çdo vit, pa dështuar, vishte kostumin dhe sillte gëzim për fëmijët që kishin nevojë. Dhe çdo vit, era shkonte me të, partnerja e tij, frymëzimi i tij, prova e tij e gjallë se mrekullit ndodhin, se dashuria fiton, se edhe kur gjithçka duket e humbur, shpresa mund të shfaqet aty ku më pak e pret. Kjo ishte historia e Artan Hoxhës, e Valbonës, e erës. Një histori për zgjedhjet, për karakterin, për sigurinë se parimet e vërteta i rezistojnë edhe momenteve më të errëta. Një histori për një njeri që ndërtoi një perandori mbi vlera të forta, që u përball me tradhtinë më mizore të imagjinueshme, që humbi dhe rigjeti atë që kishte më të çmuar. Një histori për një familje që u thye, por nuk u shkatërrua. Që u testua deri në limit, por që mbeti e bashkuar. Një histori që vërteton se, në fund, dashuria gjithmonë gjen një rrugë. Gjithmonë. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Artanit, Valbonës dhe erës t'ju ketë prekur zemrën. Nëse u emocionuat, klikoni butonin pëlqej, abohuni në kanal dhe na tregoni në komente se çfarë ju la më shumë mbresa. Çdo ditë, ne sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor. Ju presim në episodin e ardhshëm.